Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përdoreni uthullën e mollës në këtë mënyrë dhe thoni lam të mirë këtyre problemeve. Përdoreni për të shpëlar flokët. Siguroni që uthulla të jetë të holluar me ujë. Njerëzit betohen se uthulla e mollës mund të përdoret si balsam dhe ai do të jetë një zgjidhje shumë e mirë për flokët e mëndafsht dhe me shkëlqim. Provoni të përzieni shampon me sodë buke dhe pastaj të shpëlani flokët me uthullën e mollës. Përdorimi i uthullës së mollës për flokët do të balancojë pH-in dhe ndryshimi ka qenë mjaft i dukshëm. Mund ta përdorni atë edhe si një maskë. Përdoreni gjithashtu edhe për të pastruar perdet e dushit. Sipas informacioneve, shkenca nuk është ende fort e sigurt për këtë, por në 80-ën përdoren masivisht për këtë arsye. Ka të dhëna të vogla të cilat provojnë disa përfitime për reduktimin e yndyrave në organizëm, por vetëm kaq. Në një studim shumë të vogël të vitit 2013, studiuesit zbuluan se uthulla e mollës mund t'ju ndërpresë oreksin, por do të shkaktojë të përzira. Ndaj një shoc me uthull molle në ditë mund të mos jetë dieta më e mirë për të mbështetur. Mund ta përdorni për të ulur kolesterolin. Ka disa prova të cilat thonë se uthulla e mollës mund t'ju ndihmojë gjithashtu që ju të ulni nivelin e kolesterolit në gjak. Një studim i vitit 2012 zbuloi se uthulla e mollës mund t'ju ndihmojë në uljen e kolesterolit në gjak dhe të trigliceridëve tek njerëzit të cilët kanë kolesterol të lartë. Megjithatë, kjo nuk është 100% e sigurt, kështu që përdoreni me kujdes. Mund të përmirësojë aknet. Edhe pse disa njerëz besojnë se uthulla e mollës është e ashpër për lëkurën, sipas dermatologëve, nëse ajo është e holluar me ujë, ajo mund të funksionojë shumë mirë edhe si një tonik, duke tharë aknet dhe njëkohësisht duke zbardhur lëkurën tuaj. Gjithashtu mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak. Mund të mos ju kishte shkuar mendja aq më tepër nëse nuk vuani nga sëmundje si diabeti, por uthulla gjithashtu ulni nivelin e sheqerit në gjak. Megjithatë, duhet të siguroheni që ta holloni me ujë përpara konsumimit. Mund t'ju bëjë të ndiheni më të ngopur. Në qoftë se ju pini uthull molle, ju do të ndiheni më të ngopur për një kohë më të gjatë. Sipas një studimi të kryer në vitin 2016, impakti u tregua se mund t'ju bënte të ndiheni më të ngopur dhe të shkaktojë kështu rënje në peshë. Mund të lehtësojë pickimet e insekteve. Nëse keni gjakun në ëmbël dhe ju pickojnë mushkonjat shpesh, bëni një banjë dhe hidhni 2 filxhan uthull molle. Pickimet do të zbehen ndjeshëm. Gjithashtu, sipas ekspertëve, mund edhe të pastrojë produktet. Përzjeni një përzierje midis uthullës dhe ujit dhe spërkateni mbi fruta apo perime dhe në fund lajeni atë me ujë të bollshëm. Gjithashtu, këtu ne do t'ju tregojmë se për çfarë nuk duhet ta përdorni uthullën: për të qetësuar fytyn e acaruar, për të pastruar plagët apo edhe për të rregulluar problemet me tretjen. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjë një faktor pengues për përfitimin e vlerave të këtij produkti, por pavarësisht aromës apo shijes, uthulla e mollës përshkruhet gjithashtu si burim i rinisë së përjetshme. Studime të ndryshme kanë konfirmuar se pirja çdo ditë të këtij lëngu sjell gjithashtu shumë të mira për trupin dhe për organizmin tuaj. Gjithashtu, sipas ekspertëve, uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, ndaj mund të shkaktojë djegsira në zonën tuaj të fytit. Për pasojë, ajo nuk rekomandohet që të pihet direkt nga shishja. Ekspertët gjithashtu thonë se uthulla e mollës duhet tretur në ujë. Ata sugjerojnë tretjen e 1 deri në 2 lugë gjelle me uthull molle në 1 filxhan me ujë. Më pas,
Këtu ju do të zbuloni se çfarë ndodh në qoftë se pini uthull molle. Sipas ekspertëve, uthulla e mollës është e pasur me fiber e cila mbron stomakun. Përveç tretjes dhe njëkohësisht problemeve të cilat lidhen pikërisht me tretjen dhe me stomakun, uthulla do të shërbej edhe si një laksativ duke zgjidhur çështjet e konstipacionit. pH-i. Uthulla e mollës gjithashtu ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht në lëkurë dhe në flok. Gjithashtu, sipas informacioneve, ju mund të aplikoni atë në lëkurë dhe në flok çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke e tretur në ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme. Infeksionet. Myku dhe infeksionet janë një rrezik i vazhdueshëm për organizmin tuaj që shpesh del jashtë kontrollit. Sipas informacioneve, uthulla e mollës përbën një recetë të mirë mjaft natyrale e cila mund të ndihmojë kundër mykut që prek zona të ndryshme të trupit tuaj. Sheqeri në gjak. Studimet gjithashtu kanë treguar se konsumi i uthullës së mollës ndihmon në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta. Kësaj trupi juaj arrin që të rregullojë nivelet e sheqerit në gjak. Disa studime kanë zbuluar se konsumimi i uthullës, sidomos përpara gjumit, ndihmon në uljen e sheqerit në gjak, një efekt i cili zgjat deri të nesërmen. Më pak toksina. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton që ju të tresni një lugë gjelle me uthull molle në një gotë të madhe me ujë dhe ta pini rregullisht. Rënje nga pesha. Uthulla e mollës gjithashtu rrit edhe ndjesinë tuaj të ngopjes, sidomos nëse ajo pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët gjithashtu thonë se konsumi ditor i uthullës së mollës ndihmon edhe në paksimin e depozitave dhjamore dhe njëkohësisht në rënjen nga pesha. Uthulla e mollës po ashtu mund të përdoret për akne dhe puçrat. Uthulla e mollës është shumë e mirë kundër puçrave kryeneçe. Ajo lufton bakteret dhe njëkohësisht mykun, por edhe e pastron lëkurën tuaj nga yndyra dhe pluhuri. Përzieni uthullën e pafiltruar me ujë dhe më pas lyeni fytyrën me të, duke përdorur kështu një pambuk. Pas 10 minutash lajni fytyrën tuaj me ujë të vakët. Këtë trajtim ju duhet që ta përsërisni çdo ditë për disa ditë me radhë. Të digurat nga dielli. Përzieni gjysmë filxhani me uthull molle me 4 filxhan ujë. Fusni në një enë një nap të pastër dhe me të lyeni zonat e digura të lëkurës. Këtë trajtim duhet ta përsërisni disa herë në ditë në mënyrë që lëkura juaj të përmirësohet. Heqja e qelisave të vdekura. Uthulla e mollës gjithashtu mund të përdoret edhe për heqjen e qelisave të vdekura. Mjafton që ju të tresni pak uthull molle në një vask të mbushur me ujë të ngrohtë ku duhet të qëndroni 20 minuta. Këtë trajtim ju duhet ta përsërisni disa herë në javë në mënyrë që të riktheni nivelet e shëndetshme të pH-it të lëkurës. Tonifikimi i lëkurës. Uthulla e mollës gjithashtu ka një efekt shtrëngues për lëkurën dhe i bën mira saj të yndyrshme. Ekspertët gjithashtu këshillojnë që ju të përzieni pak uthull molle në ujë dhe të shtoni dhe disa pika të vajit tuaj esencial të preferuar. Lyeni kështu pambukun në këtë tretësirë dhe aplikojeni në fytyrë dhe më pas shpëlajini me ujë. Trajtimin mund të përdoret 1 ose 2 herë në ditë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe.
Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.